Këngëtari Bardhi dhe Sara Gjordeni bën bujë në Mediatros në intervistën e tyre të fundit, ku këngëtari ishte i ftuar i parë në emisionin e ri të moderuar nga partnerja e tij Sara. Në një moment që tërhoqi vëmendjen e publikut, Bardhi tregon një anë të panjohur të industrisë të muzikës. Ai u shpreh se ekzistojnë artistë që sipas kontratave që kanë firmosur me menaxher apo kompani muzikore, nuk lejohet të kenë të dashur apo të bëjnë fëmijë. Ka artistë që kanë kontrata të tilla. Ekzistojnë këto kontrata në shumicën e artistëve, u shpreh reperi Bardhi. Deklaratat e tij kanë ngjallur shumë diskutime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë djegës janë shprehur të habitur nga kontrolli i jetës personale që mund të ushtrohet mbi artistët, ndërsa disa të tjerë nuk i besojnë fare këtë lloj kontratash. Na duhet të rikujtojmë se Bardhi dhe Sara u njohën gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë të famshme në Shqipëri në edicionin e tretë, dhe tani më ata janë prindër të një vajze.